Në ambientet e provincës franceskane Zoja Nunciat në Shkodër u zhvillua ceremonia promovuese e librit me poezi të atë Pashko Gojçajt me titull Ko në shtjell. Aktiviteti mblolli klerik, studiues, ardashës dhe miq të autorit, të cilët u njohën me krijimtarinë më të fundit poetike të meshtarit nga Malësia e Tuzit. Gjatë promovimit u theksua se libri përmbledh vargje që ndërthurin përvojën shpirtërore, me reflektime të thella mbi kohën, njeriun dhe sfidat e jetës, duke ruajtur një stil të thjeshtë të përjetshëm të njohur tashmë në veprat e tij të mëparshme. Libri me poezi pa të Pashkut është pikërisht me të përthith, me të fut në këtë libër për me të nalësu shpirtin, mendjen edhe zemrën. Për ne falënderes pa të Pashk që në këto poezi, në këto reshta, në këto strofa, na ke bërë mujtën që të hyjmë, të thëllohemi, por edhe të lartësohemi, sepse shtjella besoj profesor Antoni mund të na shpjegojnë edhe më mirë. Dikush kur shkruaj një libër, në fillim duket i tij. Një herë që e publikon nuk është më i veti, ka vetëm emrin. U përket lexuesve, u përket atyre dhe u përket si libër, si ide, por pse jo edhe si interpretim. Letërsia nuk është diçka që lehet. Fishta thoshte me një punim të botuar të Yle Dritës se të gjitha mjeshtrit ose artet kërkojnë një dije. Vetëm një art të shqiptarët nuk ka nevojë për dije, letërsia. Domethënë sepse ishte i pezmatuar, se me letërsi mirëshin edhe njerëzit që nuk e njihin letërsinë. Këtu kemi një shembull të kundërt. Një shembull që tregon se një varg, ose një poezi, ose një libër me poezi, do shumë punë, do shumë dije e shumë përkushtim. Këtë vit pa të Pashk ka pas 70 vjetorin e lindjes. Përfundim për e cilë një poezit pa të Pashkos, kushtu kohës, që shferë në mënyrë më të mirë punën e tij si meshtar, si krijues dhe si shkrimtar. Koha është hir, është lutje, është ballafaqim, është frymëzim, është mundësi që njëherë shfrytëzohet. Pjesëmarrësit vlerësuan kontributin e atë Pashko Gojçajt në kulturë dhe letërsi, si dhe veprimtarinë e tij të pandërprerë në shërbim të komunitetit. Pedagogu Vincenc Marku i bëri një analizë të detajuar poezisë Shkodra ka. Janë 5 strofa tipike të tipit postmodern për mua. Shkodra ka, s'ka që s'ka, ka det, liqe, lume e proje, i ka afer atu, prore, ka kalan që rrjel tamel, ka humborin e ka kangen, për herë e veshun me muzik, Shkodra ka tradit. Vetë autori u shpreh emocionuar për vlerësimet dhe u ndal tek puna gjatë deri kur këto poezi pa dritën e botimit. Tematikat janë lidhuna me vend, me kohë dhe me persona, por gjithmonë me të parë Zoti, atë lidhën e persona tjetër. Dhe pa drejtë në një poezi se sa Vicenci, doktor Vicenci, ka gjithë hapësinë me thonë me fund. Pra shkon në më gjatë se ndoshta vetë autori i ka shkruar ose i ka imagjinuar. Atë Pashko Gojçaj ka lindur në Malësi dhe prej më shumë se 4 dekada shërben si meshtari i urdhrit franceskan, ka ushtruar detyra të rëndësishme kishtare, mes të cilave famullitar në Koje dhe Tuz, guardiani i kuvendit franceskan në Tuz, vikari i përgjithshëm i arqipeshvisë së Tivarit, ndërsa prej vitit 2020 shërben si provincial i provincës Zoja Nunciat në Shqipëri dhe Maltëzi. Përveç Ko në shtjell, atë Pashko Gojçaj është autori disa botimeve: Kompanjelet dhe hijet, Sytë e shenjteshës, Vëllimi i parë dhe i dytë, Zani i Zanit, Takimi i kove dhe fotoalbumi. Krijimtaria e tij është vlerësuar me çmime të ndryshme për kontributin kulturor dhe humanitar.